27 marsi shënon ditën ndërkombëtare të teatrit, e cila u caktua si ditë kremtimi në vitin 1961 për të shërbyer si dita ku duhet të përhapet mesazhi i teatrit përmes skenave të gjithë botës. Kjo ditë duhet të shërbej për mbështetjen e teatrave lokale, për ndarjen e përvojave në skenë, pas kuintave apo në audiencë, për të vlerësuar dramaturgët e mbi të gjitha për të nxitur të tjerë të rrëfejnë historitë e tyre përmes teatrit. Shfaqja e parë teatrore e dokumentuar në Shqipëri është Dasma e Lunxhërisë në vitin 1874, e shkruar nga Koto Hoxhi, e cila u vu në skenë nga nxënësit e shkollës normale Zografia të fshatit Qestorat në Gjirokastër. Krijimet e para dhe shfaqja e parë teatrore përkoi në periudhën e rilindjes kombëtare. E para dramë shqiptare me strukturë të mirëfillt artistike është Emira, e arbëreshit Francesc Anton Santori, e shkruar më 1885, e cila u botua nga derada në gazetën Fjamuri Arbrit. Drama shqiptare arriti nivele më të larta me autorë të tjerë siç janë Andon Zako Çajupi me komedinë 14 vjeç dhëndër, Gjergj Fishta me melodramën Shën Francesku i Asizit, Fanoli me dramën Izraelit e Filistin, Mihal Grameno me komedinë me 3 akte Mallkimi i gjuhës shqipe dhe tragjedinë në vargje Vdekja e Piros. Teatri i parë profesionist në Shqipëri është Teatri Popullor, i cili u inaugurua më 17 maj të vitit 1945 në Tiranë. Teatri Popullor dhe më vonë pas viteve 90, i njohur si Teatri Kombëtar, ka një histori 69 vjeçare me një repertor të gjerë premierash nga dramaturgjia kombëtare dhe ndërkombëtare. Shfaqja e parë e Teatrit Popullor është komedia Topazi nga Marcel Pangol me regjinë Sokrat Mios.